Në bazën ajrore taktike të NATO-s në Kuçov, u zhvillua ceremonia e 75 vjetorit të krijimit të aviacionit ushtarak shqiptar. I pranishëm në ceremoni ishte edhe Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Nufi foli për një investim të rëndësishëm të qeverisë shqiptare, rihapjen e shkollës së aviacionit në Vlorë pas 2 dekadash. Mëtej, ministri u shpreh se modernizimi i kapaciteteve ekzistuese është prioritet strategjik i lidhur drejt për drejt me sigurinë kombëtare, duke nënvizuar se po punohet për përmirësimin e sistemeve të radarëve dhe forcimin e mbrojtjes kundër ajrore. Ringritja e shkollës aviacionit është një hap i domosdoshëm për të garantuar vazhdimsinë e traditës dhe përgatitjen e brezave të rinj të pilotëve dhe specialistëve. Tek modernizimi i kapitaleve dhe i kapaciteteve janë pikërisht investimi në mjete, në teknologji dhe në sisteme që janë thelbësore për të rritur gatishmërinë dhe ndërveprueshmërinë me aleatët tanë. Dhe së treti, zhvillimi i kapaciteteve të reja, sidomos mjeteve pa pilot, modernizimi i sistemeve të radarëve, forcimi i mbrojtjes kundërajrore si element shumë të rëndësishëm dhe krucial për realitetin e sotëm të sigurisë. Dhe së fundmi, konsolidimi i aseteve strategjike si baza ajrore Kuçovës që ne sot kemi zgjedhur të bëjmë pikërisht festimin e 75 vjetorit të forcave ajrore, i cili nuk është një aset vetëm kombëtar shqiptar, por është një aset për gjithë aleancën ushtarake të NATO-s, një kontributor i paqes dhe një tregues i forcës ushtarake. Duke u ndalur te etapat e historisë së transformimit të forcës ajrore, Ministri i Mbrojtjes vlerësoi kontributin e pilotëve, teknikëve dhe specialistëve që kanë shërbyer me përkushtime sakrificë në shërbim të atdheut, duke dhënë edhe jetën në krye të detyrës.